Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në edicionin informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ka dështuar seanca e parë në procesin gjyqësor ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Jamar Bermalltezi dhe të akuzuarve të tjerë në çështjen Partizani. SPA kërkoi shtyrjen për shkak të mungesës së Berishës dhe të një prej përfaqësuesve ligjor. Në reagimet publike, si Berisha ashtu edhe Maltezi e cilësuan procesin si një farsë të pastër politike. Seanca e parë gjyqësore ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bermalltezi dhe disa të akuzuarve të tjerë për çështjen e njohur si Partizani është shtyrë trupa gjykuese në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e përbërë nga gjyqtarët Elsa Udhiri, Bip Ndreca dhe Rudina Palloj, vendosi të shtyjë seancën për me 21 korrik pas kërkesës së SPA-kut. Sipas prokurorisë, zoti Berisha nuk ishte njoftuar në mënyrë të rregullt dhe nuk ishte i pranishëm në sallë, ndërkohë mungonte dhe avokati i kompanisë Home Plan, një nga subjektet në këtë çështje. Pas legitimitetit të palëve, gjykata vendosi shtyrjen e procesit. Dalja nga gjykata, Jamar Bermalltezi e cilësoi procesin si farsë politike. Ai theksoi se njoftimi për Berishën kishte ardhur me vonesë, vetëm 2 ditë më parë, ndonse sipas ligjit duhet të dorëzohej 10 ditë përpara. Maltezi akuzoi institucionet për vonesa të qëllimshme. Duhet dimi gjë, çfarë u nis kjo para 2 vitesh? Bile tani thonë edhe i gjë tjetër, nuk del dokumenti si e ka marrë shteti. Pra shteti është fut hajdut. Së dyti, thanë që ne mendojmë që ka bërë pigje apo VKM nominative Berisha. Çfarë thonë sot? Asnjë nuk është. Që kishte tagrin tonte, a është nominativ apo jo? Si që bëri për ligjin për teatrin, apo ligjin Alabar, apo 4 VKM për Bolinon. Së treti, thanë ishte në plan në përhapjes. Ka një gjë shumë interesante, që SPA-ku nuk gëzon të therasa as për dëshmitare Edi Ramën. E kemi kërkuar që gjatë fazës hetime, e kemi kërkuar të gjyqtarja e seancës paraprake, nuk guxon të shënoj emrin. Pak orë më vonë edhe vetë Sali Berisha reagoi në rrjetet sociale duke i quajtur procesin një proces gjyqësor politik i nxitur nga mazhoranca. Kapja dhe përdorimi i drejtësisë si armë politike është i parë kryesor i regjimeve autokratike të korruptuara. Sot fillon procesi gjyqësor politik në GKK për dosjen Partizani, fundi kryer një piramid mashtrimi. Pas 5 vitesh hetim të vettingut 30 vjeçar, keni gjetur se Sali Berisha bashkë me të shoqen disponojnë gjithsej 100.000 euro, kursime të 54 viteve dhe një apartament 40 metra katror më të madh se sa ai që ka pasur gjatë diktaturës dhe se ai dhe fëmijët e tij kanë zbatuar vetëm ligjin. Berisha deklaron se nuk ka asnjë fakt dhe se nuk ka bërë asnjë ndërhyrje ndaj kujdo. Për dosjen Partizani nuk ka asnjë fakt penal. Jamar Bermalltezi nuk ju është dhënë asnjë metër katror tokë publike, nuk ka asnjë qindar dëm në para publike. Shteti veç ka përfituar nga zbatimi i ligjit. Nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi, asnjë dokument që të tregojë se Berisha ka bërë ndërhyrjen më të vogël ndaj kujdo. Në seancën e ardhshme me 21 korrik, trupi gjykues do të shqyrtojë nëse është paraqitur ndonjë kërkesë për përjashtimin e gjyqtares Elsa Udhiri nga çështja, ndërsa palët pritet të njihen me qëndrimin për këtë kërkesë. Jonaid Myzyri, kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike, është paraqitur në SPA për të njohur me akuzat që rëndojnë ndaj tij dhe anëtarëve të tjerë të komisionit lidhur me shkelje të barazisë në procedurat e tenderimit publik. Dosja po hetohet nga prokurori Elvin Gogaj, i cili ka ndryshuar statusin e tyre nga nënhetim në të pandehur. Kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyri, është paraqitur këtë të hënë në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku është njohur zyrtarisht me komunikimet e akuzave për shkelje të barazisë në tendera, akuzë kjo që rëndon ndaj tij dhe disa anëtarëve të tjerë të komisionit. Hetimet që po kryhen nga prokurori Elvin Gogaj kanë bërë të mundur ndryshimin e statusit të tyre nga persona në hetim në i pandehur, duke çuar pranë drejtësisë për përgjegjësi penale. Komisioni i Prokurimeve Publike, institucioni më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve, ka luajtur një rol kyç në trajtimin e ankesave lidhur me tenderat, koncesionet dhe marrëveshjet publike, por kohët e fundit është vënë shpesh në qendër të kritikave për vendimarrje të dyshim dhe shkelje të barazisë në procedurat e prokurimit. Denoncimet nga kompania pjesëmarrëse në tenderat publik, sidomos në projektet e rikonstruksionit dhe rrugëve, kanë shtuar dyshimet mbi veprimtarinë e këtij komisioni, një rast i rëndësishëm
Palishëm është edhe denoncimi i vitit 2023 nga një kompani që konkuroi në tender për rikonstruksionin e arkivit shtetëror me vlerë rreth 2 milion euro. Në këtë rast, kompania akuzoi anëtarët e komisionit për vendimarrje të njëanshme dhe shkelje të barazisë për procedurat e tenderimit. Ky hetim vjen në një kohë kur transparenca dhe ndershmëria në programe publike janë bërë prioritetet të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit dhe abuzimeve me fondet publike. SPAK po monitoron me kujdes zhvillimet dhe synojnë që drejtësia të veprojë pa kompromis ndaj çdo shkeljeje që cënon parimet e konkurrencës së ndershme dhe lishmërisë në tendera. Në pritje të zhvillimit më të heshëm nga procesi gjyqësor, SPAK dhe institucionet e tjera do të vazhdojnë të angazhohen për garantimin e një sistemi prokurimesh publike të pastër dhe të drejtë për të gjitha palët pjesëmarrëse. Procesi i rinumërimit të votave në qarkun e Fierit i kërkuar nga koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet i Adratik Lapajt po jep rezultate të pjesshme që i favorizojnë më shumë kandidatët e Partisë Socialiste se sa opozitën. Disa kandidatë kanë përfituar qindra vota, ndërsa shpresa për mandatin e shumë përfolur mbetet ende e largët. Rinumërimi i votave në qarkun Fier, iniciuar nga koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet i Adratik Lapajt, ka zbuluar lohatje të ndjeshme votash për kandidatët e listave shumë emërore, ndërsa Nismës janë shtuar vetëm 2 vota. Disa parti të tjera kanë pasur humbje ose rritje të ndjeshme të votave individuale. Partia Social-Demokrate të Ndoshit ka humbur 3 vota, ndërsa Aleanca për Shqipërinë Europiane ka humbur 2 vota. Rinumërimi ka ekspozuar dhe ndërhyrje të mundshme në votën preferenciale. Nga radhët e Partisë Demokratike, kandidati Arben Çuko ka rezultuar me 25 vota më shumë se sa i takon, ndërsa Ledion Çala me 19 vota shtesë. Nga ana tjetër, përfituesit më të mëdhej deri më tani janë socialistët. Kandidati Klevis Jahajt janë rikthyer 61 vota që i kishin hequr në mënyrë të padrejtë. Pas tij Elton Korreshi ka marrë 42 vota më shumë dhe Përparim Arapi po ashtu 42 vota, por në rastin e fundit këto vota duket se janë të tepërta dhe jo të merituara. Kandidatja socialiste Zgjinet Caushi, e cila fitoi mandatin për deputete me 61 vota diferencë, ka humbur 1 votë nga rinumërimi deri më tani. Nisma Shqipëria Bëhet, që kërkon një mandat përmes këtij procesi rinumërimi, ka nevojë për të paktën 517 vota shtesë, por deri në këtë fazë të numërimit, shifrat tregojnë se ky objektiv mbetet larg. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të dytë ndaj deklaratave të Nigel Farage, i cili pretendoi se 1 në 48 shqiptar që jetojnë në Britaninë e Madhe ndodhen në burg. Me tone ironike dhe fakte të verifikuara, Rama i sfidoi sërish politikanin britanik duke ftuar për të vizituar Shqipërinë. Polemikat mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe euroskeptikut të britanik Nigel Farage ka hyrë në një tjetër raund pasi kreu i qeverisë shqiptare është përgjigjur sërish deklaratave për shqiptarët në burgjet britanike. Përmes një postimi në rrjetin X, Rama ka hedhur poshtë pretendimet e Farage se 1 në 48 shqiptar ndodhet pas hekurave në Britani. Duke ironizuar me një fotomontazh të titulluar Vizito Shqipërinë, moti shkëlqyer me pritje ngrohtë dhe fakte të vërteta, Rama e cilësoi si veçanërisht shesharak pretendimin se në Britani ndodhen vetëm 53.000 shqiptar. Aktualiteti yt për shqiptarët në Britani është veçanërisht shesharak. Ti pretendon se janë 53.000, në realitet numri është shumë më i lartë, shumë fishja asaj që thua. Analiza ka të ngjarë të ketë nënvlerësuar mallësinë e popullsisë shqiptare, pasi nuk merr parasysh emigrantët e palishëm, përfshirë më shumë se 12.000 që kanë mbërritur me varka të vogla në vitin 2022. Disa vlerësime sugjerojnë se numri real i shqiptarëve mund të jetë deri në 140.000, çka do të thotë se më pak se 1 në 100 ndodhen në burg. Kryeministri shqiptar shtron edhe pyetjen: sa prej të burgosurve shqiptar janë dënuar për vepra që nuk kanë të bëjnë fare me sistemin e vjetëruar të emigracionit dhe vizat britanike? Po, numrat mund të jenë të mërzitshëm, por janë edhe kokfort, dhe kur dikush i gabon vazhdimisht, pyetja e vërtetë është pse këmbgul, sepse me sinqeritet të jesh djallëzor duket poshtë edhe stilit tënd të zakonshëm. Shqiptarët në Britani nuk janë një statistikë që mund të përdoren si dekor për teatrin politik pas Brexit. Ata janë student, akademik, ndërtues, shofer, sipërmarrës dhe partner, dhe nëse 1 në 1000 gabon, kjo nuk e kthen shumicën në kokë turku për konfuzionin tuaj kombëtar. Ne kemi qëndruar krah për krah me qeverinë britanike për uljen drastike të emigracionit palishëm dhe në luftën kundër krimit. Të e tregojnë shifrat reale dhe kjo quhet bashkëpunim, të tjerat janë iluzion pas Brexit.
Rama përmendi dhe bashkëpunimet ndërmjet Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe për emigracionin dhe sigurinë, duke theksuar se ne kemi qëndruar krah për krah me qeverinë britanike. Kryeministri e mbylli reagimin e tij me një ftesë për Farage të presë në Shqipëri, siç të kanë premtuar. Një zjarr i fuqishëm ka shkrumbuar 10 biznese në tregun industrial në zonën e plazhit në Durrës. Dyshohet se shkaku është një shkëndijë elektrike, ndërsa autoritetet po hetojnë edhe pistën e zjarrvënies së qëllimshme. Fatmirësisht nuk kanë viktima. Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu pas ditën e së dielës tregun industrial në zonën e plazhit në Durrës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Flakët nisën fillimisht në një njësi tregtare, por përhapja ishte menjëhershme dhe përfshiu thuajse gjysmën e tregut. Autoritetet dyshojnë se një shkëndijë elektrike mund të ketë qenë shkaku fillestar i zjarrit, por nuk përjashtojnë as mundësinë e një zjarrvënie të qëllimshme. Hetimet vijojnë për të përcaktuar rrethanat e sakta të ngjarjes. Pamjet nga ngjarja tregojnë biznese të shkrumbuara plotësisht, ndërsa pjesa tjetër e tregut ka pasur dëme të mëdha strukturore dhe të madrave. Të hënën ekspertët e sigurisë dhe pronarët u kthyen në vendin e ngjarjes për të bërë vlerësimin fillestar të dëmeve, ndërsa bilanci plot ende nuk është bërë publik. Sipas të dhënave paraprake, flakët rrezikuan të përhapeshin edhe në bizneset dhe në banesat përreth, përfshirë hotele dhe apartamente, por ndërhyrja në kohë shërbimit zjarrfikës shmangu një tragjedi të mundshme. Fatmirësisht nuk pati të lënduar pasi qytetarët dhe shitësit arritën të largoheshin me shpejtësi, ndërsa shumë prej tyre arritën të nxjerrnin një pjesë të madrave përpara se të përfshiheshin nga flakët. Tymi i dendur që u ngrit nga tregu mbuloi për orë të tëra zonën bregtetare të qytetit, duke shqetësuar banorët dhe vizitorët që ndodheshin aty për shkak të fundjavës. Zyrtarët e emergjencave civile bëjnë të ditur se tregu nuk përmbushte kushtet minimale të sigurisë teknike, çfarë ka favorizuar përhapjen e zjarrit me ritëm të shpejtë. Nuk është hera e parë që kjo hapësirë përballet me situata emergjente. Në të kaluarën ka pasur edhe përmbytje gjatë ditëve merreshje intensive. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 26 vatra zjarri në qarqe të ndryshme të vendit, të cilat janë shuar me sukses pas ndërhyrjes së forcave zjarrfikse dhe emergjencave civile. Flakët kanë përfshirë 56 hektar sipërfaqe me bimësi, ndërsa janë dëmtuar edhe disa biznese dhe banesa. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se 24 orët e fundit në Shqipëri janë evidentuar 26 vatra në qarqet Vlorë, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Korçë, Tiranë, Kukës, Durrës dhe Berat. Shumica e këtyre zjarreve kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha me bimësi të ndryshme, duke djegur rreth 56 hektar me pemë, shkure dhe barishte. Përveç dëmeve në natyrë, zjarri ka prekur edhe disa objekte. Në 2 raste specifike flakët kanë dëmtuar një biznes dhe një banesë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Një nga rastet më të rëndësishme ishte në qytetin e Durrësit, ku një vatër zjarri në një treg industrial ka shkatruar madra dhe pajisje, duke krijuar shqetësim të madh për pronarët dhe bizneset përreth. Për shuarin e zjarrit janë angazhuar gjithsej 449 forca operacionale dhe 64 automjete zjarrfikse. Në ndihmë kanë ardhur edhe forcat e armatosura me 14 efektiv, 2 mjete zjarrfikse dhe një helikopter, i cili ka ndërhyrë nga ajri në zonat e vështira për të arritur nga toka. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, rreziku i zjarreve mbetet i lartë në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ku kushtet klimatike të thata dhe era e fortë favorizojnë përhapjen e flakëve. Në qarqet e tjera, niveli i rrezikut është më i ulët, por autoritetet vijojnë të jenë në gatishmëri të plotë dhe bëjnë thirrje për kujdes maksimal nga qytetarët. Ministri i Mbrojtjes ka apeluar që çdo pakujdesi si hedhja e qenërive të ndezur apo pakujdesi gjatë përdorimit të veglave që mund të shkaktojnë shkëndije, të shmangen, pasi çdo shkëndije vogël mund të shndrohet në një vatër të madhe zjarri me pasoja katastrofike për natyrën dhe njerëzit. Për më tepër, në fjalën e tij zyrtare, drejtuesi i emergjencave civile bëri me dije se pavarësisht ndërhyrjes intensive të forcave zjarrfikse në bashkëpunim me institucionet vendore, situata mbetet e brisht për shkak të kushteve klimatike dhe era që po ndihmon për hapjen e flakëve. Jemi të përkushtuar të ruajmë jetën dhe pasurinë e qytetarëve dhe kërkojmë bashkëpunimin maksimal të tyre. Zjarret gjatë kësaj periudhe kanë bërë që shumë familje të jenë në alarm, ndërsa ekipet e emergjencave civile janë vendosur pranë zonave më të rrezikuara për ndërhyrje të shpejtë në rast të situatave të papritura. Në gjykatën e Lezhës u zhvillua seanca e radhës ndaj Ruben Sarajevës, i akuzuar si ekzekutori i biznesmenit Ardian Nikulajn në Shëngjin në prill të vitit 2023. Ai përballet me akuza për vrasje me pagesë dhe armbajtje pa leje.
ndërsa gjyqi vijon me dëshmitë e para. Sot në gjykatën e Lishës u zhvillua seanca e parë dëgjimore për portugezin Ruben Saraiva, i cili akuzohet për vrasje me pagesë të biznesmenit Ardiani Kulaj. Ngjarja kjo ndodhur në prill të vitit 2023 në lokalin Koral në Shëngjin. Në sallën e gjykatës, Saraiva u shoqërua me masa të rrepta sigurie dhe me prezencë të shtuar policore, ndërsa përballë tij u paraqitën të paktën 10 dëshmitar, përfshirë kamarierin dhe personelin e lokalit, të cilët dhanë dëshminë e tyre gjatë një seance që zgjati disa orë. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, deklaroi se provat e paraqitura nuk e implikojnë klientin e tij në këtë vrasje dhe theksoi se Saraiva vazhdon të mbajë qendrim mohues ndaj akuzave, ndërsa Ruben Saraiva po gjykohet vetëm me këtë çështje në Shqipëri. Pjesa tjetër e grupit të përfshirë, 4 shtetas britanik dhe 1 shqiptar, janë ende në proces ekstradimi nga Mbretëria e Bashkuar. Ata dyshohet si bashkëpunëtor në organizimin dhe pagesën për vrasjen si dhe në mbikëqyrjen e viktimës. Ngjarja, sipas autoriteteve, lidhet me një konflikt hakmarrjeje mes dy familjeve të njohura të fisit Lex Takaj, ku përplasjet kanë shkaktuar viktima që prej vitit 1997. Ruben Saraiva u ekstradua nga Maroku në fund të vitit kaluar, ku ishte i fshehur pas ngjarjes. Ai akuzohet për vrasje, për gjakmarrje dhe armbajtje pa leje të armëve. Prokuroria e Lezhës e ka dërguar këtë dosje për gjykim që në mars të këtij viti, ndërsa gjyqi vijon në shqyrtimin e dëshmive dhe argumenteve të palëve. Në seancën e radhës pritet të vazhdojnë dëshmitë dhe të shqyrtohen elementet e mëtejshëm të kësaj çështje të ndjeshme që ka tronditur komunitetin e Shëngjinit dhe më gjërë. Drejtuesit e Policisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës firmosën marrëveshjen për organizimin e patrullimeve të përbashkëta në territorin shqiptar, duke nisur nga një korriku për të garantuar sigurinë në rrugë dhe menaxhimin e trafikut në sezonin turistik 2025. Policia e Shqipërisë dhe e Kosovës kanë formalizuar një marrëveshje bashkëpunimi për sezonin turistik veror 2025 me synim për të përballur fluksin e shtuar të turistëve dhe automjeteve nga Kosova që hyn në Shqipëri. Në një ceremoni të zhvilluar së fundmi, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda dhe homologu i tij nga Policia e Kosovës Gazmend Hoxha nënshkruan memorandum bashkëpunimi për organizimin e patrullimeve të përbashkëta në territorin shqiptar. Këto patrullime do të fokusoheshin kryesisht në parandalimin e shkeljeve dhe aksidenteve rrugore, si dhe në menaxhimin më të mirë trafikut në rrugët kryesore që lidhin dy vendet, duke përmirësuar sigurinë në akset e rëndësishme të komunikacionit. Drejtori Ilir Proda vlerësoi këtë iniciativë si një hap pozitiv për përmirësimin e bashkëpunimit dhe sigurisë gjatë periudhës së verës, ndërsa Gazmend Hoxha theksoi gatishmërinë e Policisë së Kosovës për të dhënë kontributin e tyre në këtë bashkëpunim të frytshëm. Shërbimet e përbashkëta do të fillojnë nga data 1 korrik në prag të fillimit të sezonit turistik, me qëllim garantimin e qetësisë dhe sigurisë së qytetarëve dhe turistëve që udhtojnë në këtë periudhë. Do të ecim me të tjera zhvillime, do të kalojmë në informacionet nga rajoni. Kryeministri në detyrë Albin Kurti shpreh i gatshëm për konsultime dhe marrëveshje politike për të zgjidhur bllokadën institucionale që ka mbërthyer kuvendin e Kosovës prej më shumë se 4 muajsh. Ai theksoi se ka ofruar 2 kompromise konkrete dhe mbetet i palëkundur në qëndrimin për votim të fshehtë të Albulena Axhiut si kryeparlamentare. Pas më shumë se 4 muajsh nga mbajtja e zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kosova vijon të mbetet pa institucione të reja, ndërsa bllokada në kuvend ka paralizuar funksionimin institucional. Në këtë situatë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se është i gatshëm për takime konsultime dhe bashkëpunim politik për të dalë nga kriza. Jam i gatshëm për bashkëpunim në mirëbesim dhe konsensus e kompromis, tha Kurti gjatë një deklarate për media, duke nënvizuar se tashmë ka ofruar 2 kompromise konkrete për të mundësuar zhbllokimin institucional. Pavarësisht kësaj oferte, ai vijon të këmbëngul në qëndrimin se zgjedhja kryeparlamentares duhet të bëhet me votim të fshehtë, duke përmendur sërish emrin e Albulena Axhiut si kandidate të propozuar nga partia e tij. Prej 9 shkurtit, partitë politike të përfaqësuara në kuvend nuk kanë arritur konsensus për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, një hap kyç që do të hapte më pas rrugën për formimin e qeverisë së re. Ngërçi aktual ka shkaktuar shqetësime jo vetëm në opinionin publik kosovar, por edhe në partnerët ndërkombëtar të vendit, të cilët kanë bërë thirrje për një zgjidhje të shpejtë për hir të stabilitetit dhe funksionimit demokratik. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pritet të therrasë udhëheqësit e partive politike për takime në përpjekje për t'i dhënë fund bllokadës së kuvendit që vazhdon prej 39 javësh. Partitë opozitare kundërshtojnë ndryshimet e mënyrës së votimit për kryeparlamentare, duke cilësuar atë jo kushtetues. Ngërçi politik në Kosovë vazhdon të thellohet, ndërsa presidentja Vjosa Osmani pritet në ditët në vijim të ftojë udhëheqësit e partive politike në takime konsultative.
Qëllimi i këtyre takimeve është diskutimi dhe gjetja e një zgjidhjeje për konstituimin e kuvendit proces, ky që mbetet i bllokuar prej më shumë se 39 javësh. Sipas këshilltarit të presidentes, Osmani pret që partitë politike të zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe brenda 30 ditëve të konstituojnë kuvendin e ri. Megjithatë, tensionet mbeten të larta pasi opozita vazhdon të kundërshtojë ndryshimin e mënyrës së votimit për kryeparlamentaren, të cilin e konsideron të paligjshëm dhe jo kushtetues. Më 28 qershor, kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti organizoi një takim konsultativ me udhëheqësit e partive, por pas 2 orësh diskutimesh nuk u arrit asnjë marrëveshje për tejkalimin e ngërçit politik. Kandidatja për kryeparlamentare nga lëvizja Vetëvendosja Albulena Haxhiu në një deklaratë të fundit tha se do të tërhiqet nga gara nëse në votimin e fshehtë nuk arrin të sigurojë 61 vota, numri i nevojshëm për konstituimin e kuvendit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, kuvendi konsiderohet i konstituar vetëm pasi të zgjidhen kryetari dhe 5 nënkryetarët me shumicë prej 61 votash. Vetëm pas përfundimit të këtij procesi, lëvizja Vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve mund të fillojë përpjekjet për formimin e qeverisë së re. Situata mbetet e tensionuar dhe pasiguria politike po shtohet duke e çuar Kosovën drejt një ngërçi institucional që po rrezikon stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 korrik 2025 parashikohet të ketë mot kryesisht me diell dhe temperatura të larta. Në zonat malore, veriore dhe verilindore priten vranësira të lehta dhe të izoluara. Temperatura minimale do të zbresë në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë 37 gradë Celsius. Era do të frymë mesatare me një shpejtësi prej 3 deri në 8 metra për sekond nga drejtimet verilindore dhe veriperëndimore, gjë e cila shkakton valëzim në det prej 1 deri në 2 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri më 34 gradë Celsius. Kukës, 16 deri më 32 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri më 31 gradë Celsius. Tiranë, 23 deri më 37 gradë. Durrës, 21 deri më 35 gradë Celsius. Kavaj, 21 deri më 34 gradë Celsius. Elbasan, 21 deri më 36 gradë. Berat, 21 deri më 36 gradë Celsius. Korç, 15 deri më 30 gradë Celsius. Vlorë, 22 deri më 33 gradë. Gjirokastër, 19 deri më 31 gradë Celsius. Sarand, 22 deri më 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 korrik 2025 parashikohet me mot kryesisht me diell dhe temperatura të larta. Në zonat malore priten vranësira të lehta. Temperatura minimale do të zbresë në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë 36 gradë Celsius. Era do të frymë mesatare me një shpejtësi prej 2 deri në 7 metra për sekond, nga drejtimet juglindore dhe verilindore. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 17 deri më 34 gradë Celsius. Podujev, 16 deri më 33 gradë Celsius. Skenderaj, 16 deri më 32 gradë. Pej, 15 deri më 31 gradë Celsius. Prishtinë, 18 deri më 36 gradë Celsius. Gjakov, 17 deri më 34 gradë Celsius. Malishev, 16 deri më 33 gradë. Gjilan, 17 deri më 35 gradë Celsius. Ferizaj, 17 deri më 35 gradë Celsius. Kaçani, 16 deri më 33 gradë. Suharek, 16 deri më 33 gradë Celsius. Prizren, 18 deri më 34 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione, analiza dhe zhvillime të fundit, ju ftojmë të na vizitoni në faqen tonë zyrtare www.drita.tv. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, TikTok dhe YouTube, ku jemi të pranishëm me përditësime të vazhdueshme dhe materiale ekskluzive. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim në edicionin e radhës dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në programin në vijim.